Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e premte 19 dhjetor 2025. Dashi. Kohët e fundit mund të ketë pasur një krizë të madhe ekonomike. Ruajeni veten, veçanërisht në dashuri, nga vëzhgimet thumbuese. Një propozim po vjen, udhëtimet e ardhshme. Demi. Kjo është një periudhë zgjedhjesh, ajo përfshin disa vendime drastike, programe të reja të mundshme, ide për një kompani ose bashkëpunim që të hapet me anëtarët e familjes ose partnerët. Binjakët. Këshillat e një personi që di më shumë se ju mund të jenë të domosdoshme nëse keni nevojë të merrni masa për të zhbllokuar çështjet ligjore ose burokratike. Mund të filloni përsëri, por vetëm nëse jeni të bindur se po e bëni atë. Puna kërkon pak. Gaforja. Duhet të besoj se ju jeni pak i zemëruar dhe shumë i shqetësuar, plot gjëra për të bërë. Kufizon dëshirën për të hedhur gjithçka larg, gjithashtu sepse nuk është e mundur të bëhet për momentin, shumë shpenzime ose probleme për t'u përballuar. Luani. Një fillim i mbar në punën ku do të jetë e nevojshme të shkurtoni urat me ata që nuk kanë qenë të besueshëm. Ndiqni instinktet tuaja, një periudhë pjellore për çiftet që duan të kenë një fëmijë. Virgjëresha. Historitë e dashurisë që nuk llogariten do të vijen në dyshim, keni vendosur të mos humbni kohë me njerëz që nuk meritojnë vëmendje. Jo gjithçka është e lehtë për t'u menaxhuar. Pa dyshim që në këtë periudhë jeni të zënë me shumë gjëra, disa diskutime edhe në punë. Peshorja. Mbani agjitacionin nën kontroll, edhe nëse është e nevojshme duke heshtur. Problemet në vendin e punës ndodhin sepse kanë nga ata që po përpiqen t'ju lënë në hije. Akrepi. Ngrihet perdia në një nga ditët më pozitive dhe me fat të kohëve të fundit. Në këtë periudhë, idetë e reja duhet të futen në tuba. Shigjetari. Ju nuk keni pse të lodheni, veçanërisht në ditët më nervoze, si sot, me shumë ngjarje dhe 1000 gjëra për të bërë. Mbrëmje e këndshme për ndjenjat, por një çarje mbetet për çiftet që duhet të përballen me dyshimin për tradhti. Britqapi. Nuk është një kohë e keqe, por duhet të studioni strategji të reja për të shmangur ndërlikimet në të ardhmen. Ka të ngjarë që në këtë ditë t'ju duhet të zgjidhni disa probleme parash. Ujori. Buzëqeshja, kjo është e nevojshme, e vetmja gjë që kërkoj është të hani rregullisht, të mos anashkaloni vaktet, të vendosni jetën tuaj në rregull. Ditë pozitive për takime. Peshqit. Dita që fillon në heshtje, ndiheni të lodhur dhe nervoz. Duhet t'i përshtatemi ambienteve të reja me qetësi. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.